Prej dhemshurisë që ka pas për muslimanët dhe njerëzit në tërësi, tregon Abdullah ibn Amr ibn al-Asi radhiyallahu an, se një ditë për ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lexuar fjalën Allahu xhallahu ala në surën Ibrahim, në duan e Ibrahimit. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni. E ka lexuar një ditë për ditëve pejgamberi sa këtë ajet. Këtë ajet çka thot? Është lut Ibrahimi alayhis salam dhe ka thonë: O Zoti jam, këto putat, idhujt, paganizmi, ati morë njërzit me të madhe, janë të bo njërz pagan me të madhe, shumë janë të devijum paganizm, në shirk. Ka thonë: O Allah, rruju muë dhe ata që më kanë ardhë mas, dhe fëmijët e mi mos bëhen pagan. Ka bo dua Ibrahimi alayhis salatu wassalam. Gjithashtu Isai alayhis salatu wassalam ka bo dua, surën Al-Maida ajetin 118, do të Isai alayhis salatu wassalam, si ka transmetuar Allahu xhallahu në Kur'an: in tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Ka thënë Isai alayhis salatu wassalam: o Allah, nëse i dënon këta njerëz, këto janë robët e tu, unë s'kam çka bëj. Ka thënë: e nëse jo a fal, atëherë ti ja u fal, se je i fort, se ja u fal pitutës, edhe je i urt. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka çu durt për me realizuar të njëjtën, se çdo pejgamber ka bëu dua. Edhe ka thënë: Allahumma ummati ummati, o Allah, ummetin tem, ummetin tem. Ka në komente se ka thonë: ruma, mos ma devijo, mbushe, shtoje, apo, dhe ka fillu me qajt. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke transmetuar Abdullah ibn Amri, se i ka ardhur Gjibraili. Ja ka dërguar Allahu xha Gjibrailin te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë: shko vete, Allah je di. Ka thonë: shko vete pse atu kajt. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vete pse atu kajt. Edhe i ka treguar Gjibrailit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se jam dukajt për umetin tem. Shikoj se për umetin e vet. Nuk ka qenë egoist, s'u ka qenë njerëz i cili kishin lëvërdinë e vet. E ka kishin lëvërdinë e krejve. Atëri ka thonë Gjibrailit, Allahu xhelle xhelalu, thuj Muhamedit, poros çoja porosia. A dini se ka thënë Imam Muslimi. Ka thonë: thuj o Muhammed, inna sanurdhika fi ummatik. Na kena me të knash në umetin tan. Kena me të abo shumë umetin tan. Kena me të abo miliona, miliarda umetin tan. Ka thonë: wala nasuuka, dhe s'kena me të ba muni keq në umetin tan. Shiko dhe zër, ka qajt, thot Ibn Hajar Asqalani, deri sa Allahu xhelle xhelalu e ka qurë Gjibrailin me lekun më të madh. Shko vete pse po kanë. Mësane i ka thonë për umetin, Allah e din. Ka thonë: thuj, rri rahat se kena me të knash në umetin tan. Apo, kjo është zeli Muhammed sallam. Andaj vëzër, kjo Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka ndru jetë, por thirrja e tij ka morë për masat mloja. Shiko, njerëz kanë pa lloj-lloj perandori, lloj-lloj tirani, lloj-lloj kryetari, lloj-lloj sultani. A njeh tash me vetë për shembull tyje sa sultanë ka pas Ballkani. Tash dala. Sa sultanë kanë pas Osmanët, sa sultanë kanë pas Amerikanët, sa kryetari kanë pas Rusët, sa sultanë kanë pas Indianët. Vallai me shku në Indi me vetë, cili o kryetari i 5 më herët, që ka kaluë, ku ta dibe, thot. Apo, neve me na vetë, cili o kanë kriministër i venit para 50 vjetëve, ku e dibe, thot, nuk e di une, këshirë lezoj e dikun. Apo, mirë, me shku ku dush mbot, me shku. Mi thonë: oni Muhammed, a e njef, thot, po e profeti i muslimanëve. E Allahu gjelola, këtë nam e shënojnë Kur'an. Wa rafa'na laka dhikrak, ta kena rrit namin o Muhammed alayhi salatu wassalam. E pse ka rrit namin? Se ki ka dash njerzit, e Allahu edhe qafirin e ka bo njife. Apo, e sa prej njerëzve sot majnë konferenca, vëllezër, shtetet mloja, perandori, konferenca majnë, zban me shah Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, zban me bo karikatura kur ban do një shtet, qohën shtetet tjera dhe ka donë. Se bon fesad. E mirë, ato i shajnë kryetarët e vet, ministrat e vet, njerëzit e vet, i shajnë krejt. Mirë po, pse nuk e shajnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Sepse Allah ja ka rrit namin. Edhe për këta vëzër, për namin e tij është veni veçantë kur do flasim me lein Allahu te bareke ve teala. Andaj mërzitej dhe çante derisa një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e nin sahabët duke qajt. Edhe tu thon vëllezrit e mi, më ka marrë malli mi pa vëllezrit e mi. Dhe sahabët i ka thonë: ja Rasulullah, po na asina vllazit e tua që ku jena, pse po kanë? Tha: jo, juve ju kam shok.
A vëllezrit e mi janë ata që kanë besojnë si ju, që kanë besoni mu, pa më pa. E lusmin Allahun në boje për tëne. E të takojnë a Muhammedin s.a.s. në gjennetet e Zoti Gjelle Gjelalu. Ky njerë, dhe zërë, shumë në rëndësi me e njofë këtë njeri, detalet e këti njeri. A dini sa shkrimet janë bo, nëse në mundëson Allahu Gjelluar dhe njerë, të mbojmë një vark, të prezentojmë, çka kanë thonë të tjertë për Muhammedin s.a.s. Qafira komplet, i të si ka besue. Qfar fjalë, vëllai shpeshar kër lexoj, me më thonë, ti, si çka mëson e munohesh me mësu për Muhammedin si musliman, a di me formulu për këtë fjali? Zdi. Pse? Sepse Allahu Gjelluar dhe zër e ka bo këtë njeri të madh dhe e ka bo që ta duan dhe ta studiojnë njerëzit. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala në surën Al-Anbiya ajeti 107 Allahu te bareke ve teala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. S'të kemi dërguar për tjetër o Muhammed pos mëshirë për këtë botrat. Lutët peshki e hajvani e lutën melekt e lutën gjinët krejt për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vëzhgë, përveç disa ignorantëve për njerëzve, të cilët nuk i kushtojnë rëndësi këtij njeri, dhe tallën disa prej tyre me rrugën e tina, dhe tallën me simbolet e tina, dhe tallën me dispozitat që ai ka bë, dhe tallën dikush me atë se pse ky e ka pas kështu e kështu, apo? Andaj lutë Allahun me ta ruajt zemrën, sepse nëse devijon zemra dashninë e këtina, e humb dashninë e Zotit Gjelle Gjelalu. Kjo është ajo që na ka përmendur dietarët në këtë kodeks. E si silli ai kur ofronte dikujt islam edhe ishte i ri në islam, për asaj që ka përmendur në ligjëratën kur folën për autoritetet e njerëzve, ku pejgamberi i çmonte autoritetet e njerëzve, pejgamberi alayhis salam e dinte se në mesin e njerëzve po të udhzoi filani, udhzohen shumë njerëz. Për tyre ishin dy njerëz, Amr ibn Hisham, Omar ibn Khattab. Amr ibn Hisham, Abu Jahli, Omar ibn Khattabi, shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I ka thënë durt, ka thënë o Allah, ndihmoje islamin me njërin prej dyve. Cëllën ta dush më shumë? Ndash Amrin, ndash Omerin, ndash Abu Jahlin, ndash Omar ibn Khattabin. Pastaj më vonë ka bëu dua, ka thënë o Allah, Omerin veçanti, se e ka pasur shumë arrogant është Abu Jahli. Edhe ka udhëzu Allahu xhelala Omar ibn Khattabin derisa ka transmetuar Imam Ibn Hishami se çfarë jash porukon Omerin islam kundër islamit. Sa që kanë thënë më shpejt e pranon islamin gomari Khattabit se gjali Khattabit. Se Omeri gjali Khattabit. E çfarë arrogant dukan, mi paston që ka me hin islam. Ato që kanë thënë arab, çiki, jo, më shpejt gomari e pranon se ky. Megjithatë, kjo nis me vra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E ka bosh patën, e ka vënu, ka thonë, në të vrasin mu, unë pe vrasket në të rahaton arabt. Apo, orse e ka ndalë motra vetë edhe dhëndri vetë. E ka ndalë dhe e ka pranu fejnë Allahu të bareke. Kemi përmendur historinë e Omer ibn Khattabit. Dhe përmendur se Abdullah ibn Mesudi e ka çmuar hyrjen e Omer Khattabit në islam.